Nëse vjen pastaj dënimi, pastaj do t'i thirr, po ndoshta do t'jetë edhe vonë. Kështu që unë nuk e kuptoj, përveç kësaj që po e them, nuk e kuptoj pse këta shikues hyjnë fush më. Po i shohim për futbollin evropian çdo ditë, po e qesim nëpër kanale televizive, futbolli evropian, qysh po shkon, sa është ndaluar në fusha për njerëz që s'janë aktor të lojës, përveç zyrtarëve dhe lojtarëve që janë duke luajtur. Pse hyjnë fush, pse i acarojnë gjërat, pse i japin kësi pamje futbollit Kosovës? Po ndoshta fakti edhe faji kryesor është... Problemi kemi edhe në basketbol, njëri për VIP si kam shkure feret. Jo, për VIP s'kjo më përgjësi, huliganizmin 2-3 mujtë e fundit ka një dozë rritje dhe kjo është këtë mungesi që ati ligjit që umet hale nuk u dërgu për finalizim, se kush shenë merët ligji me ta, po besoj që merët ligji me ta, jo me përjashtu për i fusha kështu, po besoj që do të bërg, nëse dikush shenë e prej karakterin e lojës, ato do të bërg, Lemaj nuk bëhet laf me marrë pjesë në ngjarje sportive. Shumë shtete të Evropës e kanë qashtu dhe. Po besoj që e din që nuk dënohen krejt ato, do me thonë e shete aj, në VIP është, në basketbol dhe referin, qëtu që... Ja, shumë plakën. Është e vështirë, Lorek? Nuk ta dhënë... Është e vështirë kur gjithë kjo investim që bëhet Cipianës, Dinamos, edhe Keko që është mundu me organizu dhe e di që kam probleme, ndoshta financiare, edhe për mirëmbajtje fushës e dim që duhet këgja një kosto përmend, sigurisht se aty duhet investim, e di që janë në një gjendje pak më të vështirë financiare, po ke ndodhë edhe Superligës e jo vetëm Ligës parë, po gjithsesi në këtë fushë ka fillu ndeshja, e ka pot delegati që mund të luhet kjo ndeshje, atëherë veç është dashur me u fakturu fakturat e Keko dhe besoj që ka më fakturu, do të thotë organizimi i ndeshjes nuk është mirë më të mirë duar. Do të thotë organet që duhet jenë policore nuk janë në numër